Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon institucionet në Maqedoninë e Veriut për hetime selektive mbi tragjedin e Koçanit. Pas konferencës për shtyp të ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski dhe kryeprokurori Lupço Koçevski, BDI deklaroi se drejtësia e vërtet nuk guxon të fshihet përmes hetimeve selektive. Në vend që të ofrojnë drejtësi të vërtet për tragjedinë e Koçan përpara opinionit publik, po tregohet një tregtim me ndikim. Një lloj mbrojtje midis fajtorit kryesor, ministrit Toshkovski dhe prokurorit që ndodhet nën presion politik me funksionin e tij që varet nga vullneti kryeministrit, deklarojnë nga opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut. BDI u bën thirrje profesionistëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe në prokurorinë publike që të mos lejohen të bëhen pjesë e kësaj tregtie me ndikim dhe përmes kësaj të mos e legjitimojnë këtë pazar politik. Ministri i Brendshëm i Republikës Maqedonisë së Veriut në një dalje për media duke folur për zgjerimin e hetimit për tragjedinë e Koçanit, tha se ligji vlen për çdo që bën gabim. Toshkovski tha se nuk do të lejojnë që ky hetim të jetë në ndikim në politikës. Do të vazhdojmë të punojmë dhe më tutje, tha Panço Toshkovski, ministri i Punëve të Brendshme i Republikës Maqedonisë së Veriut. Prokuroria publike deklaroi se 4 persona janë në paraburgim, 6 në arrest shtëpiak, 8 me masë për mbikëqyrje. Ky është përfundimi i hetimeve për tragjedinë e Koçanit. Organi akuzës njoftoi se u caktohet masa dhe për ish ministrin e ekonomisë Driton Kuçi, i cili është ambasador në Norvegji. Disa nga të dyshuarit e rinj kanë qenë zyrtarë dhe në pozita drejtuese në institucionin që nga viti 2012, ndërsa kryeprokurori Lupço Koçevski thotë se po bën analiza nëse ka pasur mangësi që nga fillimi i punës së klubit. Me shumë kritika, Koçevski u drejtua drejtorëve të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Për ministrat e ekonomisë hetohet nëse kanë dhënë licenca pa kushte të plotësuara, por mes tyre nuk është ministri aktual. Masa ka dhe për 2 ish drejtorë të inspektoriatit të tregut, por jo për atë aktualin, për shkak se hetimi ka përfshirë vetëm ata që ishin në krye të institucionit në periudhën kur klubi ka funksionuar me licencë të falsifikuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Serbia shpreh shqetësimin pas vendimit të Sudanit për të njohur pavarësinë e Kosovës. Siç raporton Media Danas, Ministria e Punëve të Jashtme serbe mendon se ky vendim është marrë në rrethana të pasigurisë dhe mungesës së legitimitetit të pushtetit në Sudan, duke nënvizuar se një situatë e tillë nuk e lejon një qeveri të marrë vendime të rëndësishme për marrëdhëniet ndërkombëtare. Ky vendim përbën një shkelje të rëndë të parimeve të së drejtës ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Serbisë. Në të thuhet se është i diskutueshëm kapaciteti i qeverisë aktuale të Sudanit për të marrë vendime me ndikim të madh në raport mes shteteve, sidomos në çështje që lidhen me sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Presidenca e Kosovës njoftoi më herët se Republika e Sudanit njoh zyrtarisht pavarësinë e Republikës Kosovës, duke shënuar një moment të rëndësishëm në përpjekjet ndërkombëtare të Prishtinës zyrtare për zgjerimin e njojeve. Lajmi u konfirmua nga presidenti Vjosa Osmani përmes një postimi zyrtar në rrjetin social X. Në taj është shprehur mirënjohje në emër të qytetarëve të Kosovës dhe theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje historike. Sudani ka njohur Republikën e Kosovës dhe dy vendet kanë rënë dakord të vendosin marrëdhënie diplomatike, deklaroi Vjosa Osmani përmes rrjeteve sociale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.